Moderatori i Big Brother VIP Kosova, Laudin Hamiti, ka reaguar publikisht pas lajmeve që qarkulluan për një sulm fizik ndaj tij në Prishtinë gjatë spektaklit të transmetuar. Hamiti konfirmoi se një incident kishte ndodhur, duke theksuar se situata e kishte gjetur të papërgatitur. Megjithatë, ai siguroi publikun dhe ndjekësit se është në gjendje të mirë shëndetësore. Po, ka ndodhur një incident, u gjenda i papërgatitur, por jam mirë, u shpreh moderatori gjatë transmetimit live, duke mos dhënë më shumë detaje rreth ngjarjes. Reagimi i tij vjen pas publikimit të disa pamjeve në rrjetet sociale, ku pretendoi se ai ishte përfshirë në një përplasje fizike me një person tjetër. Videoja shkaktoi shqetësim dhe reagime të shumta nga publiku. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.